njeri që e lidhur me grupet kriminale tani si përgjigjet kësaj akuze, domethënë sa njohje ke ti, cila është lidhja juaj, sa i njeh dhe pse u bë kjo akuzë, sepse ty mund ta bëj dhe penalisht këtë, ne nuk e dim këtë gjë. Tani ti sot ke këtë mundësinë që më njeh dhe më sheh. Të dukem si një përfaqësuese e denjë e bandave të Elbasanit apo ku di unë emrave që u Unë të them të drejtën, të kam paraqykuar. Ta them. Edhe të kërkoj ndjesë. Jo, s'ka problem. Por, e di ku ndryshova mendimin, ta thash edhe një herë. Kur më shkruajtje në pavarësisht se s'më pëlqeu teksti, ua, thash, kjo s'ka asnjë gabim ortografik, prit thashun se kjo nuk mund të jetë banda. Tani Jo. Pa asnjë gabim ortografik, është një kapërcim i nivelit lartë. Po pse tani kaq poshtë ka rënë pritshmëria jon për deputetët që të shkruajnë mirë nga ana ortografike? Po, Sara. Nuk do ta pranoj. Jo, Sara. Nuk do ta pranoj. Po, prezenta. Unë të falenderoj. Paraqitja e parë e një personi është se si shkruan dhe si flet. Patjetër, unë të falenderoj. Unë të njoh ty nga brenda, unë të njoh ty. Po ti prezantohesh duke folur këtu dhe duke shkruar. Se nëse ti do shkruaje kështu si Gjon Buzuku, tani fal do thosha si Gjon. Jo akademia politike s'të merr dot përsipër, po s'të merr dot klasë parë. Ndërkohë, ajo kultura jote mua më ka habitur. Unë thash në fillim edhe mund të kem paraqykuar. Po e them këtë, por tani që krijuam një lloj, po themi, komunikimi, e ndryshova unë edhe sepse këtu fillon. Por ti duhet të lutem më shpjego lidhja jote me këto emra. Dhe unë fakt këtë pres që të ndodhi në shtator. Prandaj dhe kam qenë e qetë dhe e kam thënë shpesh, madje ndoshta e kam thënë dhe në një media tjetër që gjatë kësaj periudhe ku trosnia nuk ka qenë e vogël, se do ta mendoni edhe këtë, jam 29 vjeç, e pa rrahur më përpara me jetën publike dhe pa pritmas, kam një personazh si Dr. Berisha, i cili ka influencën që ka ke elektorati vet dhe ka famën që ka, sa ai thot famozja Saramila, Saramile më thot ai, por në fakt është famozi Berisha, i cili këtë punën e baltës e ka nisur që kur unë ende s'kisha lindur, e tani po vazhdon edhe kur unë jam bërë vetë me fëmijë. Ai ky personazh është. Dhe unë, sinqerisht, Roland, nuk ka qenë në planin tim as të merrem me Dr. Berishën, edhe as me eksponentë të tjerë të Partisë Demokratike, të cilët për mendimin tim kanë vite që i është prerë fatura nga elektorati vet. Kanë vite që janë aty, po në fakt nuk do donin që të ishin. Unë do kisha dashur që në parlament, si një kastëre politike, në debatin tim politik, si një vajzë e majtë që përfaqësoj Partinë Socialiste, do kisha dashur të kisha Andi Mustafajin, Tedi Koplikun, apo dhe personat të tjerë të rinj të Partisë Demokratike. Ti duke thënë që do të bësh kryeministre edhe pa të sulmuar Sali Berisha? Absolutisht që jo. Çfarë thua? Absolutisht që jo. Le të më sulmoj për punët të cilat unë do bëj apo nuk do bëj. Po të më sulmoj në Tymnaj, se shkon dhe humb vota atje, si një dështak kronik tashmë, ky nuk është faji im. Dhe nuk është përgjegjësia e Sarës, se Berisha ka bërë dhe ka përjetuar një disfat të jashtëzakonshme në qarkun e Elbasanit. Do ta them edhe këtu një batut që ta kuptosh deri ku ka shkuar në fakt e gjithë Tymnaja që ai ka ngritur për mua, ku një miku tim, demokrat, me shumë vite, me shumë rënjë, i pandryshuar në bindjet e tij, i thoshte një miku tim tjetër, demokrat, por që vendoset votonte për mua këtë herë, e i thot, arsyeja pse nuk fitojmë ne, është ajo mikesha jote, është Saramila, se shkoi Saramila edhe i vodhi ato votat dhe prandaj ka humbur Partia Demokratike. Domethënë deri këtu ka arritur të perceptohet të një pjesë të mirë të publikut ajo që ai bën. Do të thotë që ja ka arritur me të vetët. Unë e kuptoj që diskursi që ai ka ndaj Sarës nuk është për Sarën, është për elektoratin e vet, për t'i thënë që çfarë të bëj unë tani, se nga që janë këta, po mos ishin këta. Doktor, ke humbur 200.000 vota në të gjithë Shqipërinë. Nuk ta ka fajin as Sara, as të rinjtë të tjerë në politikë, cilët kanë filluar që të guxojnë, se ndodhe diçka tjetër. Po të shkosh dhe të takosh njerëz në rrugë sot, ata gjithë do të thonë, aman të dalin të rinj, aman se me këta të vjetrit, aman, dhe kur ky i ri u guxon, po jo ky i ri. Po si jo ky i ri? Domethënë, kush pritet që të guxoj më? Sa mesazh jep? Do bëjmë një ndërprerje publicitare, publicitet, kthehemi sërish në studio.
Një falënderim për institucionin monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur transfero shpejt, gjithmonë shpejt kudo dhe kurdo. Akinvest, institucioni i pagesave për shërbimi Manigram, risjell shorteun për klientët e tij. Klient të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga 14 prilli deri më 14 korrik, me shërbimin Manigram në çdo zyrë dhe agjent Akinvest do t'ju mundsoj të bëheni automatikisht pjesëmarrës në shorteun që do të zhvillohet në Diela Shqiptare në Televizionin Klan më datën 20 korrik 2025. Pra në Diela Shqiptare në Televizionin Klan më 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer ju do të kualifikoheni me njëherë si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, sapo të kryeni transfertin e tretë ju kualifikoheni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj, pra 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë Manigrama Kinvest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Faleminderit edhe një herë Manigrama Kinvest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Zonja Mila, mund të më thuash se nga Sara tani zonja Mila tani? Jo, Sara. Ke ndryshuar statusin. Më folë për familjen e madhe, më folë për familjen e vogël. Kush është bashkëshorti im? Bashkëshorti im, do ta përmend emër mbi emër. Ai nuk i ka shumë qef në fakt këto dalje publike. Nuk janë. Po në fakt Aleksandro Bardhi, quhet bashkëshorti im, kemi dhe një vajzë, 2 vjeç e gjysmë, Krena. Ta gëzoj emrin dhe shëndet këtë të jetë. Shumë faleminderit. Shumë emri i bukur. Krena. Ti e ke vendosur besoj. Unë ja kam vendosur. E gjete. Potente je. E gjete. Tani bashkëshorti kur i the që unë do bëhem kryeministe, ja the kështu përpara se të martohesh? E ka ditur ai. E ka ditur. Kur i the që do kandidojë në Elbasan. Ai e ka ditur dëshirën time, po edhe ai kam përshtypjen është e grupi njerëzve që menduan që nuk do ta guxoja. Domethënë ekzistonte si dëshirë dhe ishte pjesë e atyre ëndrave të mia, po duke qenë se Rolandu nuk kam qenë përfshirë as në forume të rinore të partive politike. Do thuash ti pse? Kam qenë pak e stepur, mendoja gjithmonë që po nuk e di si do jetë, si do perceptohem, çfarë do ndodhi me mua, edhe para gjykimet që dëgjoja rreth e rrotull. Jo, tani dhe unë këtë po kuptoj që si do futesh ti në vath. Sot që flasim, mendoj që kam bërë shumë gabim, sepse do duhet isha aktivizuar që shumë më herët. E kam ndier një mungesë gjatë kësaj periudhe të fushatës për perceptimin dhe kuptimin tim përgjithshëm për strukturën, mënyrën se si me çfarë merret bashkëshorti juaj? Ka një supermarket private, nuk ka asaj kur far lidhje në Elbasan, në Tiranë edhe në Durrës. Të mbështeti gjatë fushatës? Patjetër që po. Tani ky vendimi për të futur politikës momentin që ti je familjare nuk është më vetëm vendim personal, është një vendim që diskutohet në familje. Si e ke bërë me vajzën e vogël në fushat? Ku e le vajzën? Kam pasur shumë ndihmë të dyja mamat respektive, cilat gjithashtu i falenderoj, po. I kam pasur ndihmë, mendoj që pa një sistem të mirë suportues, nuk do ta kisha marrë. Tani kur doli ajo tabela ti që ti fitove aq vota dhe e kuptove që u bëre deputete. Me ke ndave atë gëzimin e parë? Me gjithë njerëzit që ishin aty në fakt që janë kryesisht i gjithë ekipi im që ka punuar për Elbasanin. Tani lere ekipin Sara, po them me bashkëshortin. Me ata kam qenë ishte dhe bashkëshorti aty. Po, ishte dhe bashkëshorti aty, edhe pse po qëndronte shumë në cep se unë kisha shumë media rreth e rrotull dhe ai nuk ka dëshirë. Dhe nuk u përqafuam dot aty në mesin e njerëzve. Po, mbrapa. Pastaj u përqafuam. Përqafohemi mbrapa. Ka qenë e tillë situata. Në fakt Rolandun e prisja, që unë e kam artikuluar dhe e prisja që do dilja mirë, unë e prisja që do isha që në fushat, deri diku dhe kjo. Dhe kjo, edhe kjo. A intuita e femrës. Bëshaka. Gjatë kohës që unë isha në fushat dhe ndjeja një lloj mbështetje e cila në fakt rritej ditë pas dite. Se unë e shikoja në takime, e shikoja të njerëzit që vinin, të njerëzit që afroheshin. Dhe duke qenë se si ta shpreha dhe më parë, dhe këtë mund ta konfirmoj çdo qytetar i Elbasanit, dhe për këtë e them me shumë vetbesim, që
nga një frymë shumë e mirë që u krijuar në qytet dhe ku unë papritmas mora një lloj afirmimi nga pjesa më e madhe e qytetit, ndoshta realisht edhe tek ata që mund të mos më kenë votuar. Unë sot nuk shkoj dot edhe të bëj një pasqyrim të saktë nëse kush ka votuar, kush më votoi dhe kush jo. Dhe mirë, megjithatë ti e di pak. Mirë, po pak a shumë po, patjetër. Mirë, po unë kam të sigurt që kam dhe ata njerëz të cilët nuk e kanë votuar kandidaturën time, absolutisht shumë mirë. Absolutisht shumë mirë. Qofse dikush nga ata do të vijë si deputet të kërkojë ndihmë. Patjetër. Do të thonë, Sara Mila, ju që nuk e keni votuar, mund t'i shkoni të takoni, t'i kërkoni zgjidhjen e një halli larg qoftë që mund të keni, dhe Sara do t'u ndihmojë juve. Edhe ata që kanë votuar Partinë Demokratike. Po pra, edhe ata që kanë votuar Partinë Demokratike, se ata Partia Socialiste, ajo është pa diskutueshme. Sara, tani vim te ajo kryesorja. Tani si ke marrëdhënie me kryeministin Rama njëherë? Kam marrëdhënie të mira si çdo kush nga ne që jemi të rinj. E kam takuar kur kemi bërë mbledhjen e parë me deputetin që duam. Se unë fakt dua ta sëroj edhe pak të Roland, nëse kemi dhe kohë për ta sëruar. Po patjetër, ke kohën tënde mos ki fare merak për kohën. Se unë flas çik edhe pak kështu nga natyra. Jo, çfarë thua Sara, ku flet pak ti? Jo, por me të vërtet, edhe kjo pjesë mua më vjen keq që nuk artikulohet në media apo dhe në diskutimet në studio televizive ku bëhet fjalë për kandidaturën time. Shprehen shpesh nga doli kjo vajzë. Nga doli ti? Kush është kjo vajzë? Jo, nga doli ti, Sara? Që se një asë njerëz dhe vetë. Tani nga doli. Sara doli nga platforma deputetit që duam, që ishte një platformë të cilën nuk e iniciova unë. E inicioan të tjerë dhe unë thjesht pata besimin edhe shkova. E di pse pata besimin? Se shumë njerëz janë skeptik dhe edhe vetë isha pak. Mirë, po kisha besim sepse pikërisht në 2018 për shkak të një proteste studentësh e cila u bë e për masave të mëdha, ju besoj e mbani mend mirë, kryeministri Rama dhe qeveria atëherë iniciuan një portal për gjithë studentët ekselent që të kishin mundësi që të çonin aty si vinë letrat e rekomandimit apo se nuk e mbaj mend edhe mirë se cilat ishin të gjitha kriteret dhe të kishin një shans për të filluar punë në administratën publike. Dhe atëherë nuk e kam besuar fare atë platformë. Edhe thoja, kjo është thjesht një truk politik për të mbushur mendjen ca njerëzve që në fakt ishte perceptimi. Se dhe perceptimi ishte i tillë. Po unë aso kohë isha në sektorin privat edhe kisha dëshirë që të shkoja drejt administratës publike. Gjithmonë e kam pasur. Mirë, po s'kisha gjetur. Po pse ta lën sektorin privat kur ti ke një mirëqenie dhe shkon në shtet? E di pse, sepse nuk ndihesha sikur përkisja. Unë isha pjesë e medias. E bëja mirë atë punë, por nuk mendoj se ishte vendi im. Pra, nuk çohesha çdo ditë. Dhe për këtë karrierën tënde, po kjo është shumë interesante. Nuk çohesha çdo ditë. Deputeti që duam dhe ti aplikove te deputeti. Dhe këtë do thoja, duke qenë se unë aplikova te kjo studentëve dhe unë mora një punë shumë të mirë në administratë publike tek shërbimet qeveritare. Kam filluar si specialiste atje. Pas ka qenë afër kryeministrit. Po, kam qenë afër, po e kam të sigurt që patjetër, sepse në për aktivitetin e kemi qenë, por nuk ma do mendja që kryeministrit të mbaj mend Sara në asaj kohe, sepse ne aty kemi qenë një staf shumë i madh. Merresha me organizimin e eventeve qeveritare, edhe tek samitet, edhe tek takimet dyfaqe shumë paqe. Unë në përgjithësi kam qenë të gjitha këto. Çfarë bëj konkretisht që unë mbaj mend që diku atje ka qenë Sara? Unë kam qenë përgjegjësja e eventit, e zbatimit të eventit. Çdo gjë që lidhet që nga ana teknike deri tek ana. Kush ishte eventi më i rëndësishëm që ti ke organizuar? Kam përshtypjen që përveç se të dyja këtyre samiteve që u bën Open Balkans, që ishte një iniciativë e kryeministrit Rama, mendoj që më rëndësishmja ka qenë një ministerial i cili ishte në kuadër të faktit që Shqipëria mbante karrigën e kryesuesit të OSBE-s. Ajo në fakt ndodhi në një vit në cilin ne ishim në pandemi dhe ne ishim përgatitur një vit me radhë për të bërë një aktivitet shumë të madh në Tiranë, të cilin nuk arritëm do të ta bëni fizikisht, por neve, jo, ka qenë më herët ajo. Por neve arritëm që ta, po është më herët, ne arritëm ta organizonim në Zoom, online, u lidhëm me rreth 600 a 700 user në gjithë botën, unë kam qenë menaxhuesja e situatës, por... Po ndonjë aktivitet tjetër larg këtyre nga këto më social, më publik?
Të gjitha. Të gjitha, se nuk di të them, të gjitha. Mirë po, patjetër që aty ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme pune, unë më pas lëviza nga ai pozicion dhe shkova tek shërbimi social, sepse atje u hap një vend drejtues për të drejtuar një drejtori, po, me konkurs, dhe duke qenë se e shikoja veten, unë jam një natyrë që nëse qëndroj më shumë se 3 vite në një vend pune, e ndjej pak atë nevojën për t'i lëvizur. Po tani që do jesh 4 vite deputete, si do bësh ti? Po, ka shumë dinamizëm kjo puna e deputetit. Nuk mendoj se të lë që të mërzitesh. Dhe shkova, garova atje dhe këtë pozicion mbajta në fakt deri në momentin që drejtoresh. Dhe këtë do thoja, jo, nga ky moment, 3 vite qëndrova si drejtoresh, dhe unë